Banorët e Big Brother VIP Kosova e kthyen mbrëmjen e 28 nëntorit në një fest plot ritëm me muzikë, pije dhe atmosferë energjike në nder të ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Shtëpia u mbush me këngë patriotike, flamuj dhe momente emocionuese, ndërsa banorët vallëzohen deri pas mesnate duke krijuar një atmosferë që u duk se bashkoi gjithë publikun përpara ekranit. Por mes gjithë këtij entuziazmi, një sekuencë e fiksuar nga kamerat ndezi reagime të forta në rrjetet sociale. Teksa muzika vijonte, në shtëpi nisi Valle Kosovare, hiti pa harruar i këngëtarit Shpat Kasapi. Në çdo rrethan tjetër, ky do të ishte thjesht një moment festiv, por mbrëmja e djeshme kishte një peshë të veçantë emocionale. Pikërisht atë ditë u konfirmua lajmi tragjik për ndarjen nga jeta e artistit 40 vjeçar, lajm që tronditi shqiptarët kudo që jetojnë. Pamjet u bën shpejt virale dhe komentet ndan publiku në dy kampe. Një pjesë e ndjekësve i quajtën të papërshtatshëm përdorimin e këngës së Shpatit në një natë festash, duke theksuar respektin që ai gëzonte në muzikën shqiptare. Të tjerë përkundrazi argumentuan se ky moment mund të lexohej si një homazh i pavetëdijshëm ndaj tij, pasi Valle Kosovare është këngë që mishëron gëzimin, kulturën dhe energjinë shqiptare, vlera që Shpati i ka dhënë publikut për 2 dekada. Debati vazhdon, por një gjë është e sigurt, mbrëmja e 28 nëntorit në Big Brother VIP Kosova ngjalli emocione të forta dhe riktheu në qendër të vëmendjes një këngëtar që la gjurmë të pashlyeshme.